Në natën e tretë të Pulson Stars kanë performuar të rinjtë e Bashkisë Devol dhe Bashkisë Pustec, duke shpalosur energjinë dhe kreativitetin e tyre në poezi, këngë, kërcime dhe dramatizime. Ka qenë një mbrëmje e veçantë për publikun ardashës të Devolit, i cili pati mundësinë të shijojë performancat e këtyre të rinjve. Janë një yll në 6 yjet e bashkive të qarkut të Korçës. Ishte një performancë për të vlerësuar. Të rinjtë ishin përpjekur jashtëzakonisht, jo vetëm të rinjtë, por edhe të gjithë ata që u morën me ta për të realizuar këtë aktivitet kaq të bukur dhe kaq të mrekullueshëm, ku të rinjtë shpalosën vlerat e tyre, botën e tyre të brendshme. Shpresoj që optimizmi, dëshira, vullneti i këtyre të rinjve të petat eci përpara në rrugën e afit. Kjo ka qenë një eksperiencë emocionuese për të rinjtë pjesëmarrës. Ata thonë se shpresojnë të prezantohen denjësisht edhe në natën finale. Ishte një performancë që pa diskutim që kishte emocione të veta, sepse të interpretoja para një salle e cila ishte e mbushur plot, nuk ishte një gjë e lehtë, megjithatë arti është një ndër fushat që unë preferoj që ta bëj dhe më pëlqen shumë. Isha pjesëmarrëse në këtë festival Pulson Star, nuk ishte viti i parë, sepse për mua është viti i dytë, por megjithatë emocionet janë dhe zena të vendin e vet në zemrën time. Megjithatë, këtë vit isha dhe prezantuese një eksperiencë e re, e cila më pëlqeu shumë patjetër dhe u ndjeva shumë mirë. Konkursi Pulson Stars mbështetet nga Këshilli i Qarkut të Korçës në bashkëpunim me të 6 bashkitë, duke ju ofruar mundësi të rinjve të garojnë mes tyre, duke shpalosur talentin dhe energjinë që i karakterizon.